Afra maestra Ardit. Kemi Alba. Mirë, si e ti? Mirë shumë, të përgëzoj fillimisht për emisionin dhe është diçka shumë e qëllume. Ke pas parasysh besoj që do të ketë impakt dhe ndikim shumë të madh brenda kornizave të shtëpisë. Për çfarë mendon se do të ketë impakt ky lloj podcasti? Sigurisht përgjigjet e mia janë shumë të shkurta dhe janë shumë të sakta. Do të thotë unë këto e shoh si një bilans shpirtëror dhe psiqik, një gjë që ka ardhur bashkë në kohën e duhur. Edhe më bëhet shumë qefi që ndihesh në mënyrë të tillë, se edhe vetë ishte synimi im i tillë për këtë podcast. Edhe sigurisht që kuptohet në podcastin Klo me fol, nuk do të jem unë ajo që do të flas, do të jeni ju që do të tregoni veten tuaj në drejtimin që dëshironi ju. Tani Ardit, vetëm pres që për teje se në përgjithësi ti flet pak si në përgjithsisht. Jo shumë konkretisht. Do doja shumë për teje që të flisnim pak më konkretisht, që të japim me vërtet atë impaktin që duhet me mesazhin që duhet. Të lutem kontrolloj mikrofonin. Rregull jemi. Ose ndoshta duhet më afër. Ardit, ti ke përmendur se ti ke një eksperiencë të tillë. Po. Dhe je për së dyti tani apo jo? Si ndihesh që je për së dyti në një eksperiencë të tillë? Dhe të thëtë ndjenja është e jashtëzakonshme dhe nuk diskutohet që për jashtëzakonisht mirë, sepse është diçka e re pavarësisht çimit, është diçka gjithmonë e mirëseardhur dhe sigurisht që ndjenja është gjithmonë shumë e veçantë. Po, a ka ndonjë arsye pse e pranove për së dyti, se është shumë e guximshme nga ana jote ta pranosh për së dyti diçka që ne gjithë e dim që është thik me dy presa, është 50 me 50, atë shko mirë, atë shko keq. Sigurisht. Kush është një gjë që ty të nxiti, që të vish patjetër ta provosh edhe një herë për së dyti këtë lloj formati gjigant, Big Brother VIP Kosova 4? Formatin më të mirë, definitivisht që ka bota shqiptare, nuk diskutohet. Çka më shtyu vetvetja dhe sigurisht koha të cilën unë e kam humbur, pavarësisht problemeve dhe sfidave me çka ballafaqohemi të gjithë ne konkretisht, domethënë flas për vetveten, ishte koha mbas gjithë asaj pauze që unë të rikthehem në skenë. Në këtë rast kjo ishte, do të thotë, ajo gjëja më e duhur, e piknisja më e mirë e menduar, do të thotë, është një shans. Kjo ishte një shans, edhe një rikujtim për të madhit Zot që unë këtu jam dhe ti Ardit patjetër duhet kthehesh. Edhe sigurisht që falenderoj formatin, mënyrën më të veçantë dhe mënyrën më, domethënë, shpirtërore për këtë mundësi që ma kanë dhënë mua dhe të gjithëve. Dhe nga kjo piknisja, ashtu dhe ta quja, do të ndodhin shumë gjana magjike. Jo të mrekullueshme, po sigurisht edhe për te mrekullisë. Nga gjithë ky mesazh unë kapa 3 momente. I pari është që përmende sfidat, e dyta është që përmende pauzën e gjatë, dhe e treta që përmende gjërat e mëdha. Të fillojmë një me sfidat. A janë vetë fakti i sfidave dhe problemeve që ke nga jashtë edhe një ndikues që ke dash një lloj pushimi nga ata sfida dhe probleme për me drejtu veten në një vend tjetër, në një format si ky, që do të ndihmoj të kanalizohesh drejt qëllimit tënd? Po, definitivisht po. Definitivisht po. Domethënë, sfidat të cilat ne zakonisht ballafaqohemi dhe i kemi të përditshme, rutinore, ato janë të pashmangshme. Domethënë, logjikisht ato janë të pashmangshme, sa të nevojshme, aq edhe të panevojshme, se ballafaqohemi me lloj-lloj sfidash dhe energjinë dhe kohën nuk duhemi me humb, ndoshta aty ku nuk duhet, realisht. Prandaj këto unë e marr si një koncentrim. Për me fillu me u marr, sepse koha ishte e cika paraprakisht shumë të merrem realisht, të fokusohem, si që kam bë dikur, në punën time dhe në karrierën time, dhe të programi im. Tani, kush është konkretisht një nga ndoshta sfidat, ose jo sfidat, se sfidat në vetvete unë nuk e gjykoj si diçka të gabuar keqe, ase mirë ose keqe. Po, kush është një nga probleme që ti ndoshta e ke tani në jetën tënde, që po të shqetësonte dhe po të mbante në këtë pauzën e gjatë, që e kishe të nevojshme që të futesh në këtë format për të ndihmuar për t'u hedhur, për ta tejkaluar këtë lloj pengese problemi? Realisht probleme konkrete jo, probleme serioze jo, vetjeta është problem.
vetë jeta është vetë problemi. Profesor! Megjithatë, jo, po kjo është e vërteta. Jo, nuk kam, dhe me thonë, çdo herë kom pas konstante dhe me qenë se jetën unë e kom qu këto vite shumë qetë, shumë normale, dhe të thotë punë shpe punë dhe kur gjo tjetër. Me këto në kuptojmë që ishte edhe koha arditi realisht me kalu në ato të veten originale. Probleme, gjanat të tilla nuk më kanë shty. Do me thonë nuk ka qenë as pak diçka që me u largu prej atje për kinse me harru edhe për me u inkuadru diku tjetër. Jo. Thjesht ishte koha, se na e dim që koha është treguesi më i mirë edhe nuk ka diskutim. Ishte koha që ma servoj në momentin e duhur. Këtë që arditi, do me thonë ardit, regull, kalove që ka kalove. Do me thonë sfida me mamin e me babin, ato u bon sëri vitesh, dhe ardit si shpërblim për atë kontribut qenjë që ke dhonë realisht, ndaj familjes, në këtë ras prindve, ja ty një pësqesh, i madhi sot të bën, e që për neve është e njoftën, do me thonë, këto konkrete që jemi të folë në showbizin tonë, është ajo momenti edhe koha e duhur. E që kjo merët pikrisht në kohën në momentin e duhur. Ti gjatë gjithë kësaj që the, unë ka pa prap disa momentet të tjera. E para, ti po përmendje prap në mënyrë shumë përgjithshme sfidat edhe pengesat. Mirë po nga gjithë fjalia e sfidave dhe pengesave përmende në një moment vetëm mamin e babin. Ardit, mami dhe babi jot, Marca na ke informuar ne, për fat keq, po u prekshin paqe, nuk jetojnë më apo jo. Bëhet fjalë për shumë vite që nuk janë më në jetë? Babaj po, të plota 18, e hëma të plota 5 vite e gjys, me datë 3 maj në vitin arshëm, i mbush të plota 6 vite që ajo, realisht nuk është më në mesin tonë. Më vjen shumë keq që ata u prekshin paqe, po ti nga skena dhe nga kjo jetë jote që e ke pas, sa ko ke që je indaluar që nuk shfaqesh? Jo mbo vite, kogja vite, jo shumë. Ndoshta të plota diku 10 vite, edhe pse më rënda, do me thonë, këti tajmingu, kësaj kohë, aty këtu kom pas prezentime në për festivale. Si në Shqipëni, si në Kosovë. Çfarë ka bërë ty që të ndalosh? Pikrisht, kjo është arsyeja. Do me thonë që e cekëm para prakisht. Pjesa e prindërve? Vetë fakti që të thash u bon sëri vitesh, na bon me dije të qartë që ato nuk kanë qenë vetëm numër. Kanë qenë, do me thonë, numër, sfidash, shqetësimesh, përpjekjesh e shumë gjana tjera. Dhe besoj se mungesa e prindërve ka rënduar akoma më shumë këtë lloj situate, apo jo? Se në fund ditës sa do të fort jemi dhe sa do të mëdhej jemi, kur nuk e kemi prezencën e prindit që ku nuk kemi të mbajmë më vetëm të prindin e mund të orientohemi jo diku tjetër. Realisht po, dhe normal që ky është proces biologjik dhe na jemi të vetëdijshëm edhe e dim se e themi do të thotë versioni i proverbës popullore, çka vjen prit madhit sot është e mirëseardhur. Unë kam vërejt diçka të ty. Unë kam vërejt që ti je tip hiperaktiv, je tip i zjarrt, po për momentin po të shoh pak si shumë të përgjithësuar. Domethënë je ul aty në një vend dhe vinë gjithë flasin me ty dhe po ju jep këshilla për krahje me urtësinë tënde. Mirë po, ajo çka thuajnë banorët që të njohin ty nga jashtë, ti je njeri i zjarrt. Po. Tani, Ardit, apo pret në një moment caktuar, apo si është situata me ty? Tash kjo dhe pyetja dhe përgjigje ishte 2 në 1 prafërsisht. Arditi për nga natyra është shumë i qetë, për nga natyra. Së më duke shumë i qetë. Dëgjom, jo, më varet për çka. Varet për çka, nëse e marrim në aspektin televiziv, për show e për gjana, si kur që jemi këtu, po është e vërtet që kom një hiperaktivitet të papam. Kom një pozitivitet të pa diskutueshëm, e përçoj një energji që mendja nuk ta merë, nuk diskutohet, dhe mështim, do me thonë, normal, duhemi pa tjetër me cekë dhe atë anën, do me thonë, strategut super të fort, sepse i kom këto i vinë natyrshëm,
nuk është nevoja arditi mu shëndru në diçka tjetër. A më kupton, paralelisht më shkojnë. Me Turqi e kom edhe këtë anën e hiperaktivitetit, edhe tonë e vinë në ndeshën shumë natyrshëm. A më kupton? Pra ndaj, kjo është shumë e rëndësishme me ucet. Tani unë dua ta kuptoj konkret, çka i shkakton trazira arditit? Për shembull në shtëpi, kush kanë qenë disa momente që realisht kanë nisë të nxisin një lloj ndjesie që ti të shpërthesh dhe ndoshta mund ta kesh reduktu pak për momentin vetës, unë e shoh pak që reduktohesh nga pak. Jo, nuk reduktona, po Alba puna është do të thotë pa ofendu asnjë larg asaj, sepse nuk e njoh gjuhën e ofendimit, nuk e njoh gjuhën e dhunës. Zaç më tepër nuk jam njeri që flas pas shpine. Këto e keni verifikuar realisht. Është që ende fatkeqësisht me përjashtime, nuk po e shoh veten në debatën cilat realisht do ta kisha vendin. Me përjashtime? Kush janë këta përjashtime? Përjashtime, për shembull, çifti jot e disave, mos i tash në domethënë kështu anale. Okej, çifti jot e Ygertës, e Klodit, e Londrimit, ka disa kushtrimet e sasës, janë disa shumica domethënë banorëve. Është çështja që na do të thotë veç gradualisht po fillojmë jo me lojën, po fillojmë kuadër të lojës, se gjithmonë kemi cek na që... Unë shoh edhe diçka e çuditshme. Urna. Shive, ti shumë mirë the, çifti im, i kushtrimit, i sasës, i Ygertës, i këta. Mirë po, çiftet tona, siç e përdor ti shprehjen çifte, domethënë njerëzit tonë, karakteret tona, unë shembull jam shpeshherë në përballje në kundërshtime me ata, po ti ma ke bën mbar edhe mu, ja ke bën mbar edhe atyreve. A je për momentin një ardit që thjesht i mban të harmonizuar raportet me të gjithë derisa vjen momenti jot, apo si qëndron situata, se nuk mund të jesh për shembull i harmonizuar, po i dyanshëm në një temë të caktuar. Dëgjam, kjo shumë pyetje e mirë. Nuk, dëgjam Alba, unë nuk mbaj anë. Pambarësisht varet për çka, edhe unë do me thonë të edhin shumë mirë që gjatë gjithë kohës, kur më ke pyet ose diçka e gjotë, që të falenderoj shumë, se me në konsiderat, unë të kom thonë që Alba, unë jam të ndigju, unë nuk para pëlqej shumë me folë, në shumë të në rasteve, për të vetë me në arsye që mjafton për shembull që unë e di cila është e vërteta. Edhe unë e qes konkludimin në fund, ose konkluzionin. E tash kur ka ndesh mes dy personave, edhe nëse qëlloj unë në mes, i ke vënduro që ka ndodhe dhe njëna palë dhe tjetra palë, habe ardit që ka përthu që unë nuk ju kom përgjith kërkujt. Unë e kërkujt që kom përgjith. Pa dëgju as kusht tjetër se ne të dyna dëgjon vetëm publiku, pa dorët e tjerë nuk dëgjon. Jemi, po besomni nuk... Alba, nuk kemi qka ma tepër me shtu këtu, për vetë faktin që une nuk mbaj anë, ta dish këta. Për situatat konkrete? Jo, une nuk mbaj anë. Po, une di që nuk mbaj anë. Nuk ka shans të rike. Opinioni jo t'i rajt. Nuk shtirem. E di që nuk shtiresh. Do me thonë, kjo është armiku jem numër 1. Nuk të unë s'ka shtirje. Haroja atë sen. Edhe momentin që unë ndigjoj, ti ke vënduro që une nuk përzina në shoqni, jo se s'kom mundësi, ose nuk du, ose nuk mundem, larga saj, thjesht m'intereson interaktiviteti mes kolegës, dhe m'intereson, do me thonë, du me ndigju gjithë shka pri se cilit, do me thonë, e rezonin, se sa rezonojnë, pra ndaj në momentet caktume, në ato momente mu me mpyt për një përgjigj, ose thjesht për një mendim momental ose asi, për arditit s'kan me pas kur kërkush, për të vetë më në arsye se, jo pse unë du me hesht, pse je prezent ti mos vetë aprish ty, ose pse është dikush tjetër prezent dhe nuk du m'ja aprish ati. Maestro, ti vetëm bak observim për momentin, që ti është gati me plumbat e tuj me sa duket. Kur të plasin situatat. Situatat... Kundrit personit tek e tek me ty. Situatat të logjikshme, aty ku do ta di që ja vlen dhe që do të përqojmë mesazhe e gjana të forta, do të servojmë do me thonë definicionet sakta dhe informacionet sakta,
Atër Arditi sigurisht që del në një formë pak ma ndryshe në jo që unë ta shperu i vetën ose po akumuloj, se unë i akumulum jam, edhe aty diskutim nuk ka. Ose po thush kjo heshtja jote, po flet diçka për në tarmen. Po kjo ndoshta është të njerëz të fort, e thëmë pa dozë modestie, po njerëz të fort duhen me ditë se ku duhet më përdor ajo. A më kuptan? Jo kushtimisht në gjithë qka. Jo në gjanat të cilat nuk i llogaris dëvlefshme. Pra Martë, sa kuptoj unë nga ty Ardit, ti për momentin po i shek të gjithë banorët, mua, Albën si personalisht, Sasën, Hygertën, Shkurtën dhe të gjithë tjerët me radhë, për të kuptuar se si janë ata që në momentin në rast se mu me ty më ndodh një situatë, ti ke plumbat e tu i kundrejt me je. Po tani Ardit, ne të dy, personalisht kur kemi qenë, sa herë që të kam pyetur, gati 90% të raste më ke thënë që mirje. Po. Vetëm pak disa raste ma ke thënë për mënyrën se si jo a komunikoj njerëzve. Do me thonë ta kom thonë. Tani, ndodhe një situatë mbrëm mes meje me Sasës. Rasti i Sasës që më përmendi mua pjesën e higjienës, make-up-i, qërqave dhe gjërave. Ti, kush është opinioni konkret për ty në atë situatë? Opinioni jam konkret është se unë e kom thonë dhe vazhdoj me e thonë. Për deri sa jemi në një loj, edhe gjatë gjithë kohës janë përsëri gjanat që nuk duhemi me u prek aty ku nuk duhet. Realisht, unë i qëndroj asaj, pavarësisht asaj që nuk komfort, prandaj thëmë unë ndigjoj. Dhe shqyqyr për Zotit, do me thonë këtë rast që ndigjova dhe nuk u inkuadrova, se s'kishte vend për mu inkuadrova. Aty për vetë faktin që i sharu gjanat vetë. Opinioni jotë, lidhe me këtë, se ne kuptuam që nuk u inkuadrova. Unë tash, veç do të kisha thonë që duhet me bo shumë kujdes. Për? Se cili për neve, se cili banor, për mënyrën se si shprehemi. E kuptoj. Sepse, pavarësisht... Në rastin konkret? Nuk o mirë më shprej për shembull në atë mënyrë. As pak në mënyrën për shembull të cilat prej atij kontekstit në të cilin ishëm dhe me kalu në një kontekst tjetër. Që ishim nga konteksti që unë po ju jepja atyre këshilla të mira, Ti ishe në verzionin tonë dhe kolegë tanë ishe në verzionin e vetë, në rregull, aty nuk ndërhy, sepse ajo ishte mes jush, dhe këtu nuk kom qka me shtu. Megjithatë, unë vetëm e thamë edhe njerë pe potencaj. Duhet me pas shumë kujdes në mënyrë nëse kalon dikun eskivon situata në gjana personale. Po, Ardit, kjo është shumë e saktë, se e ke thënë vazhdimisht. Mirë po, unë kam vërit edhe diçka mes teje dhe me Sasës. Sasa e përmend vazhdimisht që ty të njeh gjatë kohë. Po, pra njiheni ju gjatë kohë. Po unë Maca e shoh ju edhe këtu, sikur keni formu një raport dhe po funksiononi njëri me tjetrin brenda në lojë. Jo, a dim pse jo? Pse unë nuk jam në lojë. Edhe shumë mirë e din të gjithë. Ti je në jo në lojë, ti e lojë. Po të kuptaj. Këtu mbrënda në Big Brother, unë vetë personalisht të gjë e kam vërit të ty. Okej, ajo është, unë e respektoj, ato që ka ti e mendoj. Edhe si kur e dëgjohë shpeshherë Sasën, ku me shku, ku mos me shku. Unë e vlerësoj. Qoni për cigare, ikni nga tavolina, bashk. Ajo që qohemi për cigare. Mos keni ndonjë shtatë dhe një plan të heshtër ju të dy? Jo, as pak. Jo, sinqerisht jo. Qa mendimi ke për Sasën për cilëtare? Thjesht e bojmë për hir të shoqënisë që e kemi me të vërtet shumë të pastar. Thjesht e bindun. Do me thonë, hajde po dalim po pijim cigara, këto e kemi pas, edhe kjo ndodhë veç për hir të asaj që me të vërtet një femi, kemi pas dhe vazhdojmë me pas raporte shumë të shëndosha, shumë të mira, nuk ka pas mes me dhe mes asaj kur as ma i vogli këtë shkuptim. Po për Sasën si lojtare, qka mendon? Jo për personin që është, si lojtare këtu me gjëra që ti ke barë, qëfar ka bërë ajo kundrejt tjerve, se nuk ka bërë pak Sasa kundrejt të tjerve. Ka kontribu, ka hetë shumë, e vërtet është. Ka bërë shumë debate dhe akuza false madje, paragjykuse. Loja e saj është loja e saj, normal, nuk mundemi me hinë kështu në anale. Me gjithate si lojtare është kogja e fort. Po, a eshe e fort për të mirë, apo e fort për të keqë, sepse të hedhësh akuza vazhdimisht në bazë paragjykimesh, ti vetë ke thënë që nuk është e drejt, apo jo? Nuk është e drejt, normal. Po tash në këtë rast, kjo është diçka tjetër, kjo është diçka tjetër. Në varet, do më thonë, njëra modeli
i kësaj që ne jemi të diskutu. Po ti si shok i afërt me atë që njiheni nga jashtë, a ja ke shprehur në një moment në përshpi që disa gjëra që po i bën nuk është në rregull? Beson që i kom thonë. Çfarë i ke thënë për shembull? Beson që i kom thonë. Nuk ka lidhje, i kom thonë diçka që këto pika që janë të usill rreth shtëpisë tonë. Ja kom potencu. Këtë ata që na kanë ndjek, ndoshta e dinë. Ja kom potencu. Ndoshta gjithë se kanë parë, prandaj po ta bëj pyetje me ma thënë njerëzve tani. Që kjo për shembull jo, që këtu. Gjanat, cilat domethënë pak a shumë logjikisht e ki parasysh. Nuk e kam problem. E marr kritikën, edhe nuk e kam as pak problem me atë kritikën. Pa kushdo që tjetë. Irnohet, për shembull ti ose nëse është me vend, se unë zakonisht japi kritika me vend, nuk japi kritika të tipeve tjera, e më kuptar, unë thjesht kom qef, nëse e shoh që diçka nuk shkon, ose diçka duhet aty për aty, urgjentisht me u korrigju, veç që këto 2 pika ndalje, mon, kritika tjera unë zdim. Edhe kritika, sa i përket sensit, bukur po dukesh kritik motivacioni, motivuse. E kuptoj motivuse. Me këto unë e përmbylli sa i përket... Për këtë e di që je shumë i kujdesshëm në këtë drejtim, po deri diku po të shoh edhe shumë përgjithshëm, akoma sikur nuk ke dalë te ata pjesët konkrete. Për Hygertën çfarë mendimi ke? Për lojën që po bën, jo për njeriu që është, se për njeriu e dim të gjithë. Edhe Hygi mirë është të e qunë. Pa nuk po e shef ti me sytë e tuaj që Hygerta deri diku po bëhet shumë selektive, si në pjesën e përkrahjes, si në pjesën e kritikës, se unë marrë e pash mbrëm, për shembull në rastin tim që e pata unë me Sasën, Hygerta nuk reagoi fare kundrejt Sasës për çështjen që po bënte Sasa me nxjerr mu si person pa pastër dhe jo higienik në aspektin e kamerave. Tani Hygerta aty nuk reagoi. Ndërsa Hygerta reagon para gjithëve, duke parë vetëm rezultatin përfundimtar, situatën që po ndodh vetëm para syve asaj dhe i bjen me shpatë në dorë me kritik. Tani ti a nuk po i vëren këta gjëra, se tani unë Marca di, ti ke një sy kritik shumë të mirë. Dhe ti një njeri shumë i zjarrt. Tani si ka mundësi një njeri me sy kritik kaq zjarrt dhe ti je njeri shumë i drejtë dhe që vlon për drejtshmëri, si ka mundësi tani të mbash opinione të përgjithshme? Opinione të përgjithshme jo. Pa pas një opinion kritik për lojën që po bëjnë këtu, asnjëherë për personin. Në rregull jam, unë prapë po të them. Kjo vesi më i mirë, cilën e posedoj që s'ka të bëj me mbajtje anës. Jo të mbash anën, opinionin për lojën. Nuk po them unë me mbajt anën time. Opinione, unë zakonisht prapë po kthehemi te çaja, se kjo mbetet dhe nuk ka formë dytësore. Nuk kom qef me u inkuadru në ato çka realisht nuk më takon, pavarësisht nëse edhe formatin e kërkon. Unë prapë po them, edhe pse kjo hinën që këtë çështjen e kalibrit gjanat serioze, me që ta tepër, derisa debatohet për diçka që une nuk e kom vendin mu inkuadru aty, tash okej, opinion mundesh me dhonë. Ardit, më dëgjo pak, po të lutem. nuk jom tip që kom qef me dhonë as më të voglin mendim sepse është diçka mes jush. Unë e di që është mes Sheve, shumë gabime jemi të bo, shumë gafe jemi të bo, shumë ndoshta momente ku jo logjikshëm po shprehemi, shumë momente ku ndoshta shumë të papërgjithshëm po tregohemi. Këto janë pjesë e këtij rrugtimi dhe ky është fakt. Njerëz jemi edhe me të gabu, prandaj unë prapë në stop të thonë kujdes të goja, kujdes të goja, kujdes të goja, se goja bën, goja pson. Am kupton? Tash, pe kupton, jetu e kuptu, do me thonë se çka po du me të thonë. Unë po kuptoj që ti po i menjanosh tregimit të opinionit të ndëral për situata që ndodhin. Pse? Sepse unë, ty Ardi tani, nuk po të pyes ty... Nuk më pëlqejnë. Që opinionin? Shumë të në rasteve, po egzagjerohen gjanat. Cila gjëra, Ardit? Nuk pe konkretizojmë. I kam pa njerëzit, publiku i din, për shembull dialogjet, po marrin kaje tjetër. Publiku nuk i din gjitha dhe kjo është momenti jonë tani. Nëse një fjale mirë po përqohet, ajo po keq kuptohet, po kthehet bumerang, jo me të njëjtën valut. A jetu më kuptu? Kjo po të ndodh ty, mu, tjetrit. Po. Kjo këtu pak a shumë është seri e njëjtë e situatash. A më kuptan? Prandaj s'mundemi me konkretizu se
Krejt jemi të kalu në qatë zingjir. A jetu më kuptu? Po thot një fjallë e mirë, po marim kundër përgjigje. Situata e fundit, unë, Sasa Hygerta, çfarë mendimi real ke konkret opinioni jot i drejt për situatën? Nuk po të them unë ty pse ti nuk reagove në situatë. Unë po të them ty në këta momente, kush është opinioni jot? Jo për t'ju a thënë banorëve, jo për t'u përzi. Opinioni jot për publikun që ne po na ndjek. Se si ne këtu banorë që bazohemi të opinioni jot, të këshillat e tuaja të përgjithshme, ne tani i kemi dëgjuar këshillat e tuaja të përgjithshme. Ne tani duam të njohim arditin. Opinioni i vërtet i arditit. Situata e mbrëmshme, konkrete, unë, Hygerta Sasa, opinioni jot i drejt për këtë situatë. Se a më pëlqeja, nuk më pëlqeja, ishte korekt, a nuk ishte korekt? Po. Konfrontimet që po marim kahje tjetër, normal që nuk më pëlqenjë. Si mori kahje tjetër konfrontimet? Nuk e di që ka ndodhi aty realisht. Ndështë në momentet caktuar edhe nuk kom qenë i kyqun, që shu bon dhe lidhja që këcej. Po aty u përmend pjesa, unë tani isha në gjendjen që ju dash shumë vlera kushtrimit dhe Sasës, sidomos veç mas të dy njëri me tjetrin dhe bashkë njëri me tjetrin, pastaj kaloi te pjesa e Hygertës dhe kushtrimit që po më hidhte mua fjalën që ti këta ndjesi që i ke që nuk ndjen për meshkujt e tjerë për paraqitjen edhe për gjërat e tjera, nuk po vlerëson as i mashkull, ndërkohë që unë ju thoja unë meshkujt i vlerësoj si njerëz. Pastaj kaluam te pjesa e Hygertës, që unë po jepja Hygertës vlerësim të dy fish, që Hygerta ti edhe një gjë të bukur po ta kishe të përpunuar në fytyrë, prap ty do të vlerësonin për aurën që ti ke, dhe pastaj kaluam te pjesa që Sasa po më thoshte mu... Nuk e di pse kalut atje. Tani, po kalim te pjesa që Sasa po më thoshte mu që unë nuk jam e pastër, nuk jam higjienike, që po e bënte të dukje para kamerave, të komentonte higjienën time, një femër kundra një femre. Çfarë mendimi ke për këtë ardit? Këto duhet me pas shumë kujdes. Gjana tilla mes jush nuk guxan me ndodh. Gjana tilla nuk është mirë me ndodh. Se këto e në gjanat cilat do me thonë janë individuale, janë personale dhe din me qenë bergit prekshme. Se komplet diçka tjetër ka qenë tema mrame dhe që s'kaloj puna deri këtu, unë po të thamë prap nuk e kom të qartë, as pak nuk e kom të qartë. Pse? Po zdi pse këcet kështu pri temës në temë, që prap po vim të ajo që po thamë unë e jo logikshëm. Pse kërcet nga tema në temë? Jo, besom jo. A nuk mendon që ndonjëherë banorët dëshirojnë që t'i lejnë biseda, debatet, zënkat e hapura me qëllim që t'i lejnë hapësirë njëri tjetri që sërish ta zjasin këtë zënk dhe të bëhen burim për një zënk akoma më të lartë dhe të kenë mundësinë për shprehjen që ata e përdorin vazhdimisht, pra po hyn në logjikën e tyre, jo se unë funksionoj kështu, për të kapur prajmin? Nuk e di. Sepse ne me arca e dim të gjithë banorët këtu kanë një eksperiencë të mjaftueshme për të kuptuar që të ulin gjakra dhe të bisedojnë tamam. Sigurisht. Si njerëz. Sigurisht. Dhe këtë gjë nuk po e bëjmë. Po në rregull, unë po shoh që ti nuk është se dëshiron të japësh në një ide konkrete për situatat që ndodhin, po për situatat e tuaja. Thjesht, vetë fakti që po them, duhet me pas kujdes, kjo e generalizon krejt, edhe e kuptueshme është. Po për situatën tënde mes Labit, si qëndron raporti jot me Labin tani? Unë gjithmonë, jo rasisht e kom këtë autoritet dhe këtë respekt. Unë e gëzoj respekt që menja nuk jau me juve këtu mbrana. Nuk mundeni me imaginu. Nëse, e para, krejt jemi njerëz dhe jemi ngabushëm, kjo fakt. Vetë Zoti është pagadime. Megjithatë, në pikat kyçe, çuditnisht dhe fatmirësisht, kur njet, ama as zgabim, nuk kom ditë me gabu. Edhe këto e thonë me përgjithësinë e plot morale. Pse do të thush? Kur njet, kolegët e mi, muziktarët, krejt që kanë profileve të artit, nuk i kom pasi konkurent. I kom pasi një familje madhe, ku secili e ka vlerën e vetë dhe e ka riskun e vetë. Tash rastin fjalë. I Labit? Rastin fjalë. Apo thu që Labit sheh si konkurent? Nuk duheshte, po sigurisht se po, nuk duheshte me u shpreh në atë mënyrë. Parasot pyetja pse? Pse? Pastaj herën e dytë kur mbas prajmit, ose gjatë pauzës së prajmit, unë çova dhe ja thash, ata merr mendja
që unë edhe për 1 sekund ta kësha bot njëjtan. Përgjigja ati ishte jo kur. Regull jemi. Për situatën që labi të preku ty në profesionin tënë, në karierën tënë, të ofendoj pak karierën? E që në realisht unë s'la kësha bot, pambarësisht. Pse s'ja kishe bërë ti? Se kategorik jo, unë aty nuk ka diskutim, se një jetë normal, ka nivele, ka kategori, krejtë s'mundemi me qenë me një thes. Po ti vetë, pse s'do ja kishe bërë labit atë gjë në rase labi dhe ishe ti? Për vetë me në arsye se une e vlerësoj shumë si vokal. Labi ka një zohë shumë bukur, është një këngëtar, për stilin e vetë është i mrekullueshëm. Am kupton, edhe tu e njoft pak a shumë edhe nga jashti, u surprizova, se nuk e kësha mendu që ndoshta edhe realisht atë e mendon për mu, gjo që mu nuk më paraqet problem. Nuk më paraqet problem sepse në një formë, direkte apo indirekte, ti realisht e kupton se kush ka me të vërtet mendon për ty, dhe e kuptoj në formë direkte që Arditi nuk mendon diçka të tillë për te. Po me sa kuptova unë vetëm, unë deri në gjysëm, pak, kam të razuar në shprehuri, po me atë sa kam kuptuar që labi arriti me ngacmu shumë, sa që ti me agravu në atë pikë. Ndëgjam, une edhe njerë po ta potencaj. Nuk ka birnone, nuk ka arritaj njeri, e tash do me thonë gradualisht keni me fillu me mësu Arditin, kur ka marrë normal momenti, janë 2 Ardita në aspektin e çështjes nervozës, në thojza. Kush që kanë ka 2 Ardita? Arditi i cili ngrit tingullin si paralajmërim për gabimin që jetu e bo, të lutem, edhe Arditi i cili e definon përgjigjen si të sakt. Që i bjen, Arditi vetëm që ato debatet ku ka konkluzione logjike, logjik drejt konkluzioneve, Arditi mundet me qenë pak ma i zhurmshëm, me një ton pak ma të naltë, nëse është nevoja. A jemi në rregull? Dhe për më nëqit mu prit taktit, nuk kanë mujt shumë e shumë të tjerë. Po unë ta zbulova një mënyrë si mundem një të nëzirim nga takti. Besom, Alba, me gjithë respektin edhe sinqerisht kam respekt për ty, t'ja zakonshëm, edhe te edhen, po vetëm ka me qenë një tentative kotë. Besom. Po pse mendon se ka përqen tentative kotë? Tentative kotë, tash unë këtu nuk përdyshojnë aftësitë e tuja, kur gjo personale, t'jedin që unë gjithmonë e thamë nuk i marim gjanat personale, jo se nuk ke aftësi, ke shumë, po duesh me njoft personin. Më kuptan, të këtu vim të ajo, me gjithë respektin ti për moshën që e kiti, ndoshta edhe 30 vjet me e meqme për para. Po këtu vim të ajo që më varet se kush se si është sprovu një jetë, edhe më varet se kush me qfar bagazh i vjen. Edhe imi është qa që kolorite, qa që e kombinume, sa që po të bëj ben zot, edhe ata të cilë në ndjekin e di që në këto momente po bojmë jo kuku jo ma arditin, kuku jo ma arditin. Po pëse po bëjmë kuku jo ma arditin? Qa kam parë ta nga arditi? Se unë nuk të njoh këtë, dhe madje një pjesë e madhe publiku ndoshta nuk të njeh. Jo me arditin, Pse kuku jo me arditin? Për vetë faktin, jo në aspektin negativ. Për vetë faktin që i përmenda që ato 2 pika.